mungesa asoj, të një mungesa asoj, ditë e më shumë. Po, unë jam krenar që e deri gjakun për themelit e këtij shtetit. Sepse aja ka shërby në ka pjek bukë, domethënë, për ushtarët, ati fshatri, e pjesë tjera, së shërbime tjera. Po që ndodhe akuzim, pa dash me t'i hop plagët, si ndodhe vrasja e motrës, si kujton ne në ramë? Isha në lagjën e Bungu në vit frontit. Dhe vjen Abdullah Bungu, djali Hallës, edhe me një emocion veçantë, po që diçka ka ndodhur, tha, u plagu, tha motra, aty po. Edhe merr pak si, u plagu, tha motra shumë rand, tha dhe po të ftojnë me shku të shtapi me këshyrë shka. Edhe shkova për visë frontit, nuk më dha ma shumë hëllësi, se i shkon shumë rand, motra. Edhe vazhdova atërë. Të shtapi me Gjavit Bungun, djali Hallës edhe ai. Shkum të shtapi e pashtë një kërë njëvë që kemi thonë atë gjip. Po, për e lajnë me shumë gjak mrena ja. Shumë gjak. Për e lajnë, po nuk e dita që në gjak i motrës tem. Dhe më thonë me që atë njëvë ushtarë të në e këshin qu më lopëllës, e plagu me shumë ranë. Edhe po bisedojmë shkurt me komandantin, zaves komandantin Mufail Elshonin, edhe Mufail i tha, mos pritni më shumë vazhdoni për në spital më lopëllës. Kemi vazhdu, sa drejt me, se kam pak emocionit janë. Kemi vazhdu me Gjavit Bungun, pa full asë një fjallë në Shadin Petrov, të shtuajtës. Ko shku ma djetë do të konë me kalu, se kemi po sërbet të kudra e gushtajve, i kanë shumë ofër, shumë rëziku konë me kalu, po kalu, e vendosë me shku. Ko shku, hinë në mrena, të ku ishte e shtri motra, edhe sim po sëtë më kujtëve dhe më thënë ftyra asoj, sim po i kesh i ftyra dhe në asë në lives ke mu qu, po i dha zërë, ashtë në atë emocionet me ato mu qu, u knash shumë që shkuva, edhe ju afruva, thamë, he mu të shka, pas ka ndo dhe e shumë ranë, unë nuk e disha sa ranë është, po më ndësha pak me, aja së më fëlke, e ishte shumë ranë në plekast. Edhe i 7 zonë, ka qenë edhe 7 zonë, ishte plagos në onën e djathë. Dhe kur ka dollë me hek sofrën, apo tërves, sytë që e quj, ka dollë me hek në bërë, ka rani predhë e mërtojës edhe e ka rrugë në këtë pjesë. Prope vazhdoj aty të spitali, edhe nuk zgjati shumë motra ranë në kumë, se ishte qashtë shumë anë. Unë i thashë, do të mundohemi me komandantët e me gjithë kemi besedu, do të mundohemi me bo matë mirën për ty. Edhe herën tjetër kër jam shku, ka qenë në njëjtën gjendje. Edhe i përmend ke shpesh fëmin, rinër nanës. Edhe vojzën të më thënë përmend ke, atëherë e kom po në që për durën për zgjatë durën, ati për edhe ja dhash durën, e marrë këtë durën, me qëtë durën, dhe më thënë, qëtë kraukon, e marrë këtë durën e mojë ke kështu ofër, nuk e di ke dura kujna është. Mendoj kështë dura djolit. Dhe prapra në kumë. Mas një kuhe nuk për zgjas shumë se o shumë histori e gjatë nështë, se ka jetu motër 6 ditë me ato plakë. Edhe mas një kuhe, dhe më thonë, në elimërun që onë shumë keqë, shkum në prapë. Edhe motër dhe më thonë në rëjetë. Nuk po du me tregu më halësisht. Gjeni moment kër ta ka kërku durën, ka menu që është e... Po, ai momenti ke që e thiri djallë dhe rinurin i ka pas 4 vjetë, apo 2 vjetë, falë se nëse gaboj pak me shifra, i ka pas 2 vjetë, e qika i ka pas 6 mujtë dikun. E kërkoj ke djallin durën e poshë, po ishte si në kumë aja, tani afruva durën në që e morë durën teme, kështu sa drejt, motra ndra jetë, e prumë me një kamionet deri në fshatë këtu. Shka mi o thonë fëmive, qysh mi o spjegu fëmive. Qysh a dhoj lojme të fëmive në me, ke e ranë? Unë s'këm kom full heq, shumë e ranë. Baba i vetë ndështë motrat familjar tjerë, janë më du me gjithse, u konë shumë e ranë. Atëherë më ka orë keq, ose e kom mojtë vetën shumë, tu i po plagë
plagë të matë mëre dikuj tjetër, për kjo plagë u konë ma mëre se kuna e jemja. Edhe qika u konë një habi Fatnura, që e përshëndes shumë, të është në Zvicër, edhe Rejnojnë i përshëndes shumë, janë në Zvicër, të është janë shumë mirë, ka doshë zëtë janë shumë mirë. Fatnura e ka pas një vaj sadre që nuk kish kush që e pajtan. Unë e kisha 19 vjetë në atë kohë. E mora pak, po shësëm po, edhe veç e këmë lanë dërë, hëllës hankë, Ahmet Shpirti Post, edhe se nuk mujta me përballu. Një vaj trishtushëm, një vaj shumë të fortë, që më dëkshin, ishin dëk pëmë të mloja, të më dëkshin që po gjithët karoshin, më dëkshin pi vajtë, soj po binë gjithët. Edhe vazhdova, më kujteke ka hecin atë rrugë, edhe sëtë kur hecin atë rrugë, më duket motra hava që po më këshyrë. Dhe më të stajë shkësha. A ka qeshtë ta zona e ka vdek? Po. Ka vdek edhe fëmija, po? Po, edhe fëmija ka vdek. Më kujteke në rrugë, në për cilë këtë desa nuk u posha. Si motra, si nana, nuk ka ndallim. Edhe gjithë më në rruju vlau, mës deli pari, mës deli rima mrapa, si motra të mu. Edhe ndodhi dhe më thonë e kundër ta u vlau motra, më në përjetej. Edhe pse me plakët mdoja, po jeta vashta.